Dhe jemi rikthyer përsëri në Shizon Air në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital dhe jemi me Dankon, i cili sapo dha një super deklaratë që mua më bëri për serum dhe në kaq hapësirë sa ne kishim publicitet, e mora serumin tim. Edhe u shërova. Po tani u shërova dhe jam gati për të thënë se si drejshën e krahasove femrën me një makinë dhe një çantë. Jo, absolutisht. Nuk krahasova femrën. Gjithmonë është fenomeni i ekskluzivitetit Dina. Jo, nuk ka lidhje fare. Nuk të bën ekskluzive në asnjë lloj momenti. Fakti se sa one night stand ti ke pasur, nuk shkon asnjëherë se sa ekskluzive ti mund të jesh, me sa marrëdhënie ti mund të kesh krijuar, pra nuk ngelet këtu ekskluziviteti i një femre. Femra ka gjithmonë të drejtën e saj si dhe mashkulli për të pasur jetën e tij, për të vendosur për jetën e tij dhe për të provuar derisa të gjejë të duhurin. Kështu që nuk mundemi dot ne të vendosim plus, minus, ekstra apo më shumë apo më pak, nuk të bën as më të mirë as më të keqe. Kjo është, nuk të bën as më të mirë as më të keqe, por ekskluzive të bën. Nuk të bën ekskluzive, nuk të bën ekskluzive, sepse mendoj se kemi arritur në 2025 për një arsye, besoj se nuk e do nusën e Virgjër. Jo, s'ka lidhje. Ekskluzive. Kjo është ekskluzive. Po një vajzë që din me zgjall, edhe jo që jepet gjithkujt. Nuk ka lidhje të japësh gjithkujt. One night standi, ajo para se të merresh te one night standi nuk do të thotë ja japësh gjithkujt. Vaj kanë dili, po s'e ka pas Tirana, ka pas shtetit, i ka pas Po më dua ta zgjedh në Tiranë ose në Shqipëri maksimum. One night stand nuk do të thotë ja japësh gjithkujt. One night stand do të thotë që unë kundrejt një mashkulli kam një tërheqje fizike, por jo një emocionale. Pra ky mashkulli mua nuk më josh në anën emocionale apo mendore apo në të gjitha, po thjesht fizikisht. Dhe unë zgjedh të kem këtë lloj marrëdhënie me atë personin dhe ta lëm me aq. Kështu që automatikisht nuk besoj se duhet të gjykohet një femër për këtë gjë. E ke diskutimin me mua. Po e them me të gjithë. Ti ke provuar vetë one night stand? Jo. Atëherë si mund ta mbrosh diçka që s'e ke provuar? Nuk mundem Unë që e kam provuar, po të them që mos ju afro zjarrit se zjarri të djeg. Unë nuk mendoj se duhet të gjykohet një femër për këtë gjë. Me thënë shumë vajza, vajzat që ti ke kaluar një one night stand, do të thonë do ngelin pa martuar këto. Jo, më absolutisht, se thash kur. Nuk janë më ekskluzive. Nusja ime nuk bëhet. Puna që thonë kështu, këta parë që i marrin, po hajde tash. Por na histori që shoh që one night standet e mia janë martuar. Janë martuar? Po. I përshëndesim. Parasysh, unë për herë bashkëshortin e atyre do e shoh me një sy tjetër, e kupton? Po, se ato nuk do e shohin partnerin tate me sy tjetër, ata që kanë pas para. Po si do ta marrësh? Po si do ta marrësh ti kush e ka pasur dhe kush jo? Po unë e di ç'a ndodhi atë natë, e kupton? Po, edhe? Edhe ato e din ç'a ka ndodhur atë natë. Qetso, ishte një gjë. Mua më bëri shumë përshtypje se në publicitet Erika tha që nuk ka ndonjë problem, tha, pse gocat mund të vënë vetëm për një natë, po e marr kështu, sepse Erikës kjo gjë i ka ndodhur se e vure në bast me Dankon. Po mirë, kjo do thotë që i the që ajo një natë, nuk e di, unë po flas ç'a dëgjova në aty. Dhe ç'a dëgjon, edhe gatë është në mes i ata mbaroj apo do të flasësh vetëm ti? Po më shumë fjalë për mua është bashkëbisedim. Po pra, po kur është bashkëbisedim, li ta mbaroj unë e pastaj mund të flasësh. Unë po flas ç'a dëgjova aty. Se nuk mund ta akuzosh një vajzë që ka dëgjova dhe foli Danko se isha aty dhe mund ta thuash edhe ti me bast i tha që është kështu si them, ndoshta kam një histori. Po, është një thua për një shoqe, po thua për një shoqe është kjo, e kupton? Por kur të thash që askush nuk del edhe e mbron me zot, si ka qenë. E kupton që nuk do na dëgjojë njëri kështu? Mos e vazhdojmë ta bëjmë këtë. Se unë po flas, nuk thash për është pak më me vend nëse do ta tregonte vetë Erika diçka që ka të bëjë me trupin e saj dhe me zgjedhjet e saj. Kështu që kjo më bëri përshtypje. Prandaj po them dhe nuk e paragjykova të them që Erika është vajzë e keqe apo është vajzë e mirë, se është jetë e Erikës të bëj çfarë të doj. Unë si Desian për shembull nuk e pranoj dot. Dhe këtu Erika nuk tha asnjë ka një shoqja ime asgjë, dhe kur i thash për ty është Erika sheshi dhe mua malata kuptoja që ishte Erika. Këto tema gjithmonë do ndezin dhe besoj se më fal, Ina, se po ju dëgjoja që po është tjetër gjë të gjykosh moralisht dhe është domethënë nga aspekti moral dhe është tjetër gjë të gjykosh tek pjesa që mund të dëmtojë një femër emocionalisht. Domethënë, nëse unë jam pro asaj që thot Danko, jam pro për arsye sepse një femër nëse shkon për një one night stand, mund të
të krijoj ndjenja për atë person, ose mund të flas nga ana ime emocionale që jam bosh. Po, jam empatike, jam emocionale dhe prandaj nuk e bëj. Që nuk është e lidhur për momentin. Nuk ka fund, mendoj ky muhabeti, dhe besoj se të gjithë ndizen kur vjen pjesa për këtë. Në fakt doja ta pyesja Dankon përpara se të dëgjoj mendimin e publikut nga Engji që ka shkuar në Vokse, a do doje nusën e virgjër? Jo, s'është atë, nuk është kusht. Okej. Po ti, a do jepe gocës tënde mundësinë edhe mundësinë për të bërë shumë one night stand? Mundësinë, se japun mundësinë. Mundësinë, le të themi që është zgjedhja jote e bëçarduar. Domethënë, si do i thoje ti vajzës tënde? Është gjë e mirë për të bërë apo gjë e keqe? Unë jap edukatën fëmijës tim dhe pas edukatës që unë i kam dhënë, ajo zgjedh vetë për veten e vet dhe për trupin e saj. Po fëmia është si sfungjeri. Ti e edukon për të mirën dhe për të keqen. Patjetër. Nëse ti nuk di t'ja ndash, ti thua shikon ndaje vet, nuk do të marrë vesh kur ta ndaj derisa ta provojnë supe. Që mos ta provojnë supe, jep një mendim. Dhe në qoftë se do të flisja ndoshta pak më mirë, në qoftë se do ta kisha një, por unë them kalojmë te Vokse, patjetër. Dhe dëgjojmë se çfarë ka thënë publiku. Çfarë thot ky popull? Përshëndetje nga unë Engji. Sot në Shizon Air kemi zgjedhur një temë që ndes shumë debate, mendime, por edhe paragjykime. Çfarë mendojnë shqiptarët për one night stand? Le t'i pyesim. Ka për populli shqiptar për të tilla marrëdhënie? Patjetër. Je vetmja që më dhat këtë përgjigje, të gjithë ishin jo. Po, patjetër o zemra. Pse? Mendon se mund të krijojë një marrëdhënie e shëndetshme nga marrëdhënie të tilla? Unë them po. Një ti që ka pasur marrëdhënie të tilla? Po, mirë, çfarë lidhje ka jo, s'do dalë të diskutoj për dika femër, ndaç femra, ndaç mashkull, çdo gjë privat. Me thënë ta e bëjnë, po nuk e flasin. Nuk e flasin. E bëjnë, po nuk e flasin. Çdo gjë e mban sekret. A e diti çfarë është one night stand? Po them. Di kam duket. Shqiptarët janë të hapur ndaj aventurave të tilla? Ja. Mendon se duhet të jenë të hapur? Mosha ime jo, sigurisht që si pranon. Pse? Po se kështu jemi brymosur, kemi mentalitet, por që me thonë drejtën unë s'jam dakord. Është i tamam si koncept nuk e kuptoj, tamam thellë se çfarë është, por që tash brezin e ju i ka një ndryshim shumë të madh. Po çfarë janë këto dashuri brenda natës, aman keqe. E diti çfarë do thot one night stand? Se di jo, një marrëdhënie seksuale. Si e mendon, është diçka e mirë? Jo, unë jam për dashurinë, nuk jam për one night stand, po pse të kanë thënë gjithë one night stand, a? Jo, unë jam i dashurisë. Për one night stand? Jo, faleminderit. Normal se di, se kam pasur gjë tjetër më përgjigje dhe se di është gjë tjetër. Mos seks për natë, mos më pa tjetër. Ne mendon si eksperiencë të bukur për publikun? Besoj se ja. Po, më kam dalë me lëllëj. Gocët, për zotin po. Po si është eksperienca? Shumë e mirë, po. Një angër 130 herë, do të dalë prapë. Me lekë, ka lekë savarin. Nxjerr lekët, vje direkt ajo. Ky, ka qenë me mumër. Treshe. Ta bëj sëri. Kush dali përpara, e kishin bërë prapë. Mendon se është diçka e mirë? Jo. Do se shqiptarët janë të hapur për aventura të tilla? Besoj se jo akoma. Me sa më shpjegove, ishte diçka që nuk takoni më pas njëherë. Kështu që teknikisht ku kryet marrëdhënia, e kupton? Si e the vet, one night stand. Se nuk e kupton. Tani e mirë e keq që nuk ka i secilit. Mua na mos ka 20 e posh, okay. Tani e përtoj. Kënduar që? Jo, asnjëherë. Ta bëje prap? Po, pse jo? Ç'i çka? Të dalë. Po doli, po s'doli. Çfarë të bëjmë? Nuk mundim ta marr seriozisht një one night stand. Po është one night stand, get it one night stand. Nuk do ta krijoja se nuk do ta gjeja lidhjen atje ku bet one night stand. Secili, unë dua kam ato të vjetrat. Mentaliteti i vjetër. Po. Je mentaliteti i vjetër, po e bën si eksperiencë? E bej. E bej. Janë ato gratë me të paktën nga Greqia më serioze. Besoj unë. Greket janë më serioze? Jo, shqiptarët janë më serioze. Greket janë puti kserës. Parët se koncepton gjithë secili.
të krijojë një marrëdhënie shëndetshme nga këto one night stand? Deri diku themi. Është një formë dashurie, po që nuk është aq e ngushtë ose themi që të ketë feedback pozitiv. Çifti bukur, një pyetje do ju a bëj. Po shna duan komplimentet ne. Është një marrëdhënie që ndodh vetëm për një natë midis një çifti dhe unë i kim. Çfarë shpjegimi do t'jap ti për këtë? Po nuk është mirë, tash çfarë shpjegimi t'jap këtë? Sheqe. Le gruaja ka feco bicak. Rrezikshëm ajo. Po këto muhabete sy të gruas. Jo, s'boj mirë ka, se sekrete këta. Ja sekrete. Ja sekrete. Jo. Po s'ka vlerë, po çfarë? Unë jam për marrëdhënie të shëndosh familjare. Edhe nuk i shikoj të durve gjërat të shëndetshme. Kjo gjë? Jo, nuk është e shtur, po është diçka që kalimtare, thjesht. Gjë kodi, një gjë qefi edhe. Gjë kodi dhe aq mbaroi. Ta bëj këtë vetëm për çfarë? Më fal, se më filloi qive në gojë. Gjithmonë Enxhi. Bravo. Diva, je një diva kur vjen puna te Foxet. Tani, dëgjova që mund të themi janë 50-50 njerëzit, disa janë okay me pjesën e one night stand-it dhe disa të tjerë po në varësi të hormoneve. Në varësi dhe të moshës. Po mua më shumë ka pëlqyer ai greku. Ai greku e ka qartë. Ai tha bëni si tamu, po mos bëni si bëj unë. Po, gjithsesi, unë mendoj të kalojmë tek një lojë. Patjetër. Në mënyrë që ta bëjmë pak më pikante, ashtu siç vetëm ne dim ta bëjmë dhe tjetër shumë mirë. A ka një orë ideale kur ndodh one night stand apo ndodh vetëm kur si janë vete? One night stand ndodh vetëm natën, se prandaj quhet one night stand. Nuk është se ka një orë, se nuk është se po flet me xhindat ti që të kesh një orë tamam, po natën, pas orës 12 le të them. Se ka orë kjo folura? Se di. Kush nga fieri mund të flas? A e bën më shpesh si zgjedhje apo si rast që s'do ta humbësh? Zgjedhje absolutisht. A ka raste kur ke menduar pse po e bëj këtë, por nuk e ndalon dot? Jo. Çfarë nxit më shumë one night stand-in? Pamja, vibe apo dëshira për aventura? Të treja bashkë. Sa i prerë që është, vi nuk na je pas më shumë as më pak. Cila është gjëja që të ndon më shpesh te dikush për one night stand? Tani po të ishte ky emisioni pas orës 12 mund ta diskutonim, po. Mos ta kthejmë në eksplicite. Që kanë format e rrumbullak këta, më duket. Patjetër, tani one night stand ç'a mund të jetë tjetër, e kupton? Nuk do flasësh për Mozart. Po ndoshta edhe Mozarti mund të hyj aty. Po nuk dëgjohesh në klub edhe po duhesh. Si e dallon në fakt kur dikush është për one night stand? Nuk të shkruan më të nesër. Po kështu në sytë e parë, pe atë vajzën dhe thua që kjo goca është e dua për one night stand dhe ti je i bindur që ajo goca do vi për one night stand. Po duket, është vibe, është momenti, janë shikimet, është çdo gjë. E si janë këto shikime? A nuk di ti bëjmë. Po thjesht i kuptoj po. Po patjetër për t'i kuptuar po. A ke pas në one night stand që nuk ja ke mbajt mend emrin të nesërme? Po. Shko, unë si DJ, për shumë kam playlistën. Po dhe është janë shumë. Nëse nuk jetë playlista, më vjen keq, e kupton. Janë ca këngë që janë në playlist. Por nuk jetë playlista, më vjen keq, nuk ta mbaj mend emrin si këngë. Po më pëlqeva shumë si këngë, futesh playlist. Na krahasoj dhe me këngën tani. Shko, muzika është jetë. Ti punon në radio, mos harro. Patjetër, shiko, muzika patjetër që është jetë deri në momentin që krahasohet me një femër për one night stand. A ke pasur një one night stand me dikë që s'ta priste mendja kurrë? Jo, zakonisht e di. E ndjej. Po kështu, nëse do për natë dikujt e ke bër? Jo. Për çefin tonë. Po nëse do i vije një prej one night stand-ve të tu, një këngë, cila do ishte? One night stand e Chris Brown. Direkt shkoj kështu safe, domethënë komplet. A të ka ndodhur një herë që s'ke pasur as pak kimin që prisje? Po, ndodh një herë që siç më ndodhi edhe te DJ Liku, që ti shtyp butonin play edhe del static noise, në vend që dali kënga që preferon. Po mirë, po ndonjë one night stand me dikë që ka qenë në lidhje? Është njësoj si të shkoj DJ në një event, edhe të jetë dhe një DJ tjetër aty. Unë kam respekt për kolegët. Kështu që jo.
Shiko, mua po më acaron akoma më shumë mënyra se si e trajton, domethënë. Ua, pse? Komplet kështu ofenduese, Ua, absolutisht. Po sepse po e merr femrën si një Nuk po marr femrën, po marr fenomenin, ti the one night stand. Tani me one night stand nuk besoj se ti e bën me një mashkull. Jo, absolutisht jo, po është fenomeni. Po, femër, pra. Po pra, fenomeni neve derisa unë po të drejtoj ty pyetjet, fenomeni automatikisht është për një femër. Pra, ti në marrëdhënie me një femër dhe në momentin që ti thua që kam respekt për kolegët, është shumë skandaloze. Po i bie po femra nuk ka respekt për atë që po e kthen në profesion. Një sekond. One night stand nuk është një profesion, është një zgjedhje. Këtë e the ti. Po e kthen pra ti. Po jo, absolutisht po e kthej në humoristike, ti do ta kthesh prapë të serioze. Nëse do të rrim të serioze, rrim të serioze. Nuk besoj se është një temë shumë humoristike kur vjen pjesa e gjykimit. Tani nuk mund ta flasim edhe aq seriozisht, e kupton? Sidomos në këtë orë. Tash s'ka lidhje as ora, as momenti, as mënyra. Po mirë, mua shumë pëlqen ta krahasoj, por nuk krahasova femra. Ty nuk të duket. Dhe ofenduese është femrat e lidhura që e bëjnë këtë gjë. Jo unë. Që i krahasoj me kolegët. Danko nuk do mund të rrim me orë të tëra ta diskutojmë këtë temën, po unë nuk do bie kurrë dakord me ty. Po patjetër këtë mora vesh në fillimin. Ti e trajton dhe unë të falenderoj vërtet shumë që erdhe dhe ndave me mendimet e tua. Kënaqësia është e imja. Skandaloze. Unë ta mbaj për vetë. Ua, bravo Ina. Falaj që me Dankon se duar druket. Jo, thjesht po qeshja. Jo, duhet të ishe dakord me këtë pjesë. Bravo. Bravo Ina, bravo. Vërtet, jemi shumë të lumtura që të kishim pjesë tonën dhe këtë herë më afër nesh, dhe pse gjithmonë të kemi këtu te kufja. Patjetër, zëri i bukur. Zëri vërtet shumë të bukur e ka Danko. Dhe me këtë edhe mendimet. Nuk bjem dakord këtu. Dhe me këtë pjesë ne kalojmë në publicitet dhe shihemi pas pak. Këtu morgoja. Dhe shihemi pas pak me një të ftuar tjetër. Shumë interesant.